إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدل معنا ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Falëndrimet I takojnë Zotit Gjelle Taala. Paqja e mirësitë e Tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e profetit shok dhe mbi gjithë pasuesit e tij, të cilët e ndjekin rrugën e tij, janë krenarë me të dhe vdesin në fund në miletin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër besimtar, në serinë e hutbeve Kurani më mësoi, është një ajet, një pjesë ajetit kuranor të surës Ghafir, ajetit 39, ku Allahu thot inna ma hadhihi l-hayatu dunya mata'. Me të vërtet jeta e kësaj bote është një kënaqësi e përkohshme. E kemi titullu jeta udhtim, jo qëllim. Sikur t'i shpërndaj ata shlapsat juve, t'i jap nga një fletë të bardhë dhe t'i them secilit nga jo definoje jetën me pak fjalë, me 2-3 fjalë. Secili për juve do ta definon jetën e tij mbi bazë të asajve që ai është për momentin, në gjendjen e tij. Dikush është I lumtur, dikush është I harreshëm, tjetër është I mërzitshëm, dikush ka halle, dikush nuk ka, dikush deri në moshën që ka arrit e ka kalu jetën në begati dhe një mirësi, tjetër e ka kalu në sprova dhe të lashe, dhe secili prej neve do ta definonte jetën në bazë të vetëm të realitetit personal tonin. E që në fund nuk mundemi më ardhë me një definicion të caktuar, real, se çfarë është jeta. Kjo është e njëjtë sikur ai produkti kur ne I blejmë, dhe me veten na vjen një katalog dhe tregon se këtë produkt duhesh ta përdorësh në këtë formë. Në moment që nuk I përmbash udhëzimeve të produktit, ti do ta dëmtosh. Kështu është realiteti I kësaj jete. Dhe definicionin më të mirë që jep atyre gjanave që I ka krijuar, që I ka jaratis në këtë formë, është vetëm Zoti I gjithësisë. Allahu në këtë ajet kuranor po thotë inna ma hadhihi l-hayatu dunya mata'. Jeta e kësaj bote nuk është vetëm se një kënaqësi e përkohshme. Po I njëjti ajet wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dhe një ajet tjetër më njëherë po thot Zoti Gjelle Taala se jeta e kësaj bote nuk është vetëm se një kënaqësi e rrejshme. Dikun Zoti pas ka thujë se është një kënaqësi e përkohshme, e kufizuar e momentit, dikun e pas ka thujë Zoti se është një kënaqësi e rrejshme. Dhe e mira e saj e fesë është dhe mesazhet e ditës së xhumë që e kanë efektin që tentojnë me pas një efekt është kur njeriu në një moment kur ai është në sulmet e joshës të kësaj jete e merr dhe e tërheq krejt dikun tjetër dhe e përgatit se si ai t'i qasës jetës dhe si ta kuptoj jetën. Andaj njeriu shpesh herë joshet nga shkëlqimet e kësaj jete, duke harruar se ajo nuk është vend qëndrimi I përhershëm. Në anën tjetër nuk është jeta e kësaj bote e sigurt, sepse ajo për çdo moment mundet me na dhënë goditje të forta me sprova dhe belat. Në njëjtën kohë nuk ka besnikëri, sepse shpesh herë në jetë mund të trahtohemi qoftë nga njerëz ose nga vetë jeta jonë. Dhe ajo çka duhet ta dim se ajo e josh njeriu sot, po e rrezon nesër. Ajo është me premtime boshe, shpesh herë na josh dhe ditën e fundit kur ne kemi jetë në këtë botë, kur dalmi prej kësaj bote, ajo na lën të zbrazë dhe thot ikni. E din sa ka vlerë jeta jonë vëllazër? Jeta jonë ka vlerë ose fillon dhe përfundon me dy letra.
A di që lindmi që kemi armë këtë dunja, ne regjistrohme me një letër. Rashid Recep Zulfio. Datë lindja, shkruan se ti je një ndër krijesat e Allahut xhalla taala, një njeri që je pjesë e kësaj jete. Dhe gjithçka që qarkullon është e bazuar identifikohemi, do thot, me këtë letër, që quhet certifikati i lindjes. Moment që dalmi, do thot, nga kjo jetë, neve ne japin edhe një letër tjetër. Ajo është certifikata e vdekjes. A dini çfarë do të thonë certifikata e vdekjes? Kur dalmi për kësaj jete, nuk të lojnë ty as emër jot me figuru. Shikoni, do thot, prind e tanë që kanë vdek, shkoni, do thot, në komunë dhe kërkën e tuj, po du me nxjerrë në certifikat të lindjes të babës së nanës që është i vdekur. Dhe një nderum, ky person nuk ekziston. Fshi për sistemi, krejt nuk është. Mundesh vetëm me nxjerrë në certifikat të vdekjes, e cila dëshmon se ai person nuk është më gjallë. Kjo është një ndër ato shembuj të cilët jo që dojna mi përkujtu ose i sjellmi para juve për m'ju dëshpëru vëllezër, po i sjellmi për veten, edhe për gjithë vëllezërit tonë besimtarë, që gjithë së bashku ta kuptojmë realitetin e kësaj jete, që mos mashtrohemi prej saj. Prandaj njeriu i mençur, në veçanti besimtari, gjithherë jetën e kësaj bote e sheh si një udhtim, por asnjëherë qëllimin kryesor nuk e sheh. E sheh si mjet, pra si një sprovë, udhtim, por jo qëllim në vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sahih Muslim shënohet, ku ka thënë i dërguar i Zotit, betohem në Allahun se dunjaja përballë ahiretit, përballë botës tjetër. Është vetëm si shembull i atij që e fut gishtin tregues në det. Dhe pastaj shiko, do thotë, çfarë merr prej saj. Gishtin det e nxjerr, a ke mujt me marr diçka prej detit? Përgjigjja është jo. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam krahasim me këtë jetë po e bën me krahasimin e jetës tjetër që duhet me depunu besimtari veprat e mira për botën tjetër. I është thënë Lukmanit të urt, si është shembulli i kësaj jete? Sjellna një shembull ta kuptojmë jetën. Ka thonë ai është më e pak se sa të merret për shembull. Më e pak se sa të mirët për shembull. Do thotë çdo shembull që ta marrmi nuk ja vlen për të. Isau alayhi salam, i biri i Meriemës, i kishte këshillu pasuesit e tij, kalonin në të dhe mos jetoni në të. Pastaj, siç përshkruhet edhe në librin Zot të Imam Ahmedit, në faqen 53, se ai shpesh thoshte, pra Isau, i biri i Meriemës alayhi salam, me të drejtë ju them juve, ai që më së shumti e do këtë botë, ai më së shumti do të ketë dhimbje në fatkeqësi. Kush lidhet më shumti për dunja, kur e godasin fatkeqësitë, do thotë ai ka mendi dhimbje. Për ata persona të cilët nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, nuk janë të përgatitur, ata i ndijnë dhimbjet më të mëdha përballë fatkeqësive, për dallim për besimtarëve i cili i beson Zotit dhe beson ditës së gjykimit. Prej kuptimeve të ajeteve të cilët kanë përmend dietarët se kjo jetë është vetëm si një kënaqësi kalimtare e përkohshme, ka thënë është kënaqësi kalimtare, disa të tjerë kanë se është vetëm një kënaqësi që zhduket, është një shihem i shkurt që përfundon. Të tjerët kanë se bota është kënaqësi e përkohshme dhe zhduket, se jeta e kësaj bote është një mjet kënaqësie kalimtare, sado që të zgjatet një ditë ajo ik. Pastaj thanë se kjo jetë është një kënaqësi e shkurt që shpejt ndërpritet dhe zhduket. Dhe për fund, Kurani më mësoi që nëpërmes këtij ajetit kuranor, këtij shembulli, këtij definicioni për jetën që Zoti thotë se me të vërtetë jeta e kësaj bote është vetëm një kënaqësi e përkohshme, mund të nxjerrmi mësime nga Kurani se jeta e kësaj bote është kalimtare, jo qëllim, por urdhër drejt botës së përjetshme. Lumja ai i cili e kupton të tillë. Kënaqësitë e shpejta e largohen, shpirti dhe bindja që e ka në Allahun xhalla taala ato mbesin. Kurani na mësoi se lumturia e vërtetë ajo është në botën tjetër.
ku veprat e mira sjellin shpërblime të përjetshme. Kurani na mëson se kjo botë kalon, ahireti është i përhershëm dhe i palëkundur për atë që e beson në Allahun dhe ditën e përjetshme. Synimit i njeriut, adhurimi Allahut dhe përgatitja në ahiret, ky duhet me qenë ajo të cilët duhet me u preokupu me jetën e kësaj bote. Musa a.s. paralajmëroi që të mos zgjedhin kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote, por shpërblimet e përjetshme. Kjo ishte edhe udhëzimi i çdo profeti përveç Musa a.s. Kurani na mësoi se ahireti është shtëpi e përjetshme, xheneti për lumturi dhe zjarri, Allahu na ruaj për ndëshkim. Vepra e mirë është çelësi i suksesit, mëkati, shkujdesja janë rrugët që shpihen në humbje dhe devijim. Kjo jetë është një provë, besimi dhe durimi sjellin banesën e përhershme në botën e përjetshme në ahiret dhe për mësimeve të fundit Kurani na mësoi nëpërmes ajetet të cilët e përmendëm është që besimtari duhet fokusohet, mos lidhet me këtë jetë. Çdo gjë që e din ai që nuk është e përhershme, nuk do të mbetet e jotja, as hisja, as toka, as gjë që e ke nuk do të mbetet e jotja. Atëherë besimtari rrin syqel dhe nuk e rënon, nuk e prish, nuk hin në bela, nuk e çon veten në burg, nuk e çon veten në humbje, nuk e shkatron veten e vet, nuk e shkatron familjen e tij në jetën e kësaj bote për diçka e cila nuk do e merr me vete. Lutë Allahun xhalla taala që Allahu na bën syqel gjithherë dhe mësimet e Zotit i marrmi çdo herë si të mirëqenia dhe falenderojmë Zotin xhalla taala që ai na ka mundsuar neve të jemi për atyre që i dëgjojmë mësimet e tij, e ne lutim Allahun xhalla taala që mësimet e tij na bëjnë të jemi syqel dhe na bën për atyre që gjithherë punohemi sipas udhëzimeve të tij dhe udhëzimeve të pejgamberit të tij. Lutni Allahun në këtë çast sepse është kohë e bekuar e ditës së xumë, ku Allahu i pranon lutjet e besimtarëve.